Reisul Ulema i Basisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj, është nderuar me çmimin për arritje të veçanta, Achievement Award, të akorduar nga organizata Blog Bas, në shenjë vlerësimi për kontributin e tij të shquar me udhëheqjen e Basisë Fetare Islame dhe për angazhimin e tij të vazhdueshëm në promovimin e dialogut ndërfetar, respektit të ndërsjellë dhe bashkëjetesës paqësore. Çmimi u dorëzua nga profesor doktor Dustin Plantholt, drejtor ekzekutiv i Blog Bas, i cili gjatë fjalës së tij vlerësoi lidershipin e Reisul Ulemas për kushtimin e tij në ndërtimin e urave të mirë kuptimit ndërmjet komuniteteve dhe rolin e tij në afrimin e vlerave universale të paqes, dialogut dhe bashkëpunimit. You spread a message of peace. I wish. Ti shpërndan një mesazh paqe. Do të dëshiroja që shumica udhëheqësve të krishterë në mban botës të shpërndanin të njëjtin mesazh, jo dënim, jo që do të shkosh në ferë, do të digjesh apo do të shkosh në purgator, por të shpërndanin një mesazh dashurie, sepse Zoti e deshti botën, ai të deshti ty dhe mua, dhe atë të tjerën dhe na dha jetën. Kam intervistuar mbi 1000 nga mendjet më të ndritura që do të jetojnë ndonjëherë, disa nga njerëzit më të famshëm. Megjithatë, kur nuk kisha dëgjuar fjalë më të bukura se jeta është një mrekulli. Në ceremoninë solemne morën pjesë personalitete të shquara nga jeta shtetërore, fetare dhe shoqërore. Të pranishëm ishin përfaqësues të institucioneve shtetërore, përfaqësues të basive fetare, si dhe zonja Olivera Trakovska, drejtoresh Komisionit për marrëdhënie me basitë fetare dhe grupet religjioze. Говорейки во контекст на меѓурелигискиот диалог и улогата на верските лидери и државата. Duke folur në kontekstin e dialogut ndërfetar dhe rolit të liderëve fetar të shtetit si pjesëmarrës aktiv, dua të potencoj faktin se liderët fetar japin një kontribut të gjithanshëm me angazhimet e tyre në këtë fushë, si të tjerët, ashtu edhe i nderuari Reisul Ulema Shaqir Efendi Fetaj, i përkushtuar në mënyrë të vazhdueshme përmes aktiviteteve dhe iniciativa konkrete, punon në ndërtimin e dialogut ndërfetar. Në atë drejtim, dua të shpreh mirënjohje për të nderuarin Reis për bashkëpunimin e drejtanishëm konstruktiv me Komisionin për marrëdhënie me basitë fetare dhe grupet religjioze dhe të potencoj se bashkëpunimi vazhdon edhe në të ardhmen me të njëjtin intensitet. I përcjell urimet për arritjet e tij në këtë fushë, për maturinë dhe qëllim mirësinë me të cilën sillen në basive të tjera fetare dhe për urtësinë me të cilën udhëheq me basinë fetare islame. Delegacioni ndërkombëtar u kryesua nga profesor doktor Dustin Plantholt, ndërsa pjesë e tij ishin Fadi El Salmen, William McClure, Dr. Lisa Korsa, Riyad Bouaziz, Arben Çejku, Ylli Paja dhe personalitete tjera të njohura. Me rastin e pranimit të këtij vlerësimi, Reisul Ulema shprehu mirënjohjen e tij ndaj organizatës Blog Bas dhe të gjithë atyre që kanë vlerësuar këtë angazhim, duke theksuar se ky çmim është një vlerësim jo vetëm për të personalisht, por edhe për basinë fetare islame, bashkëpunëtorët e saj dhe të gjithë ata që punojnë për kultivimin e dialogut, respektit dhe bashkëjetesës. E pranoj këtë çmim më tepër si një vlerësim për bashkësinë fetare islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për bashkëpunëtorët e mi dhe për të gjitha ata që me përkushtim punojnë çdo ditë për të mirën e njeriut, njerëzimit, e në veçanti për të mirën e shoqërive tona këtu në Maqedoni dhe Ballkan. Njeriu i vetëm mund të arrijë shumë pak, ndërsa kur zemrat, mendjet dhe duart bashkohen rreth një qëllimi fisnik, arritjet bëhen shumë të mëdha dhe ndikimi i tyre shtrihet në dobi të gjithë shoqërisë. Prandaj këtë vlerësim të zotrit Dastinit me bashkëpunëtorët e tij e ndaj me secilin prej tyre, sepse çdo sukses është fryti i besimit, bashkëpunimit dhe përkushtimit të përbashkët. Në anën tjetër, ky çmim ka një domethënie shumë të veçantë për mua, sepse lidhet me një nga misionet më fisnike të kohës sonë, ndërtimi i urave të dialogut, të mirëkuptimit dhe të respektit ndërmjet njerëzve me besime, kultura dhe tradita të ndryshme. Jetojmë në një botë që përballet me sfida të shumta. Pikërisht në kohë të tilla dialogu ndërfetar është një domosdoshmëri e mbrojtjes së dinjitetit të çdo njeriu. Gjatë viteve të shërbimit tim kam pasur nderin të marr pjesë në shumë konferenca dhe forume ndërkombëtare, kushtuar dialogut ndërfetar ku kam përfaqësuar jo vetëm bashkësinë fetare islame, por edhe vlerat që Islami i promovon: paqen, drejtësinë,
mëshirën, tolerancën dhe respektin për tjetrin. Një përvojë veçanisht do me thënë se ishte pjesëmarrja ime në forumin ekonomik botëror në Davos, ku figura qendrore ishte ekscelenca e tij Zotri Dastin, ku diskutua edhe roli i fesë dhe dialogut ndërfetar në ndërtimin e një bote më të sigurt, më të drejtë dhe më humane. Aty u bë edhe më e qartë se bashkëpunimi ndërmjet komuniteteve fetare nuk është vetëm çështje fetare, por një kontribut i rëndësishëm për stabilitetin dhe paqen globale. Edhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut kemi dëshmuar se dialogu është rruga më e mirë për të ndërtuar besim dhe harmoni, marrëdhëniet e shkëlqyera me drejtuesit e bashkësive të tjera fetare, duke filluar nga Kisha Ortodokse Maqedonase, ajo katolike, evangeliste dhe hebraike. Pjesëmarrja në këto aktivitete të përbashkëta dhe angazhimi i vazhdueshëm për promovimin e kulturës së bashkëjetesës janë dëshmi se respekti ndërsjell është vlerë që duhet kultivuar çdo ditë. Kam besuar gjithmonë se toleranca ndër popull dhe njerëz është shtyllë e bashkëjetesës dhe nuk ruhet vetëm me ligje dhe institucione. Ajo ndërtohet çdo ditë me fjalën e mirë, me respektin për tjetrin, me gatishmëri për ta dëgjuar njëri tjetrin dhe me vullnetin për të bashkëpunuar në çdo gjë që i shërben njeriut dhe shoqërisë. Prandaj këtë mirënjohje e konsideroj si një motivim për të vazhduar edhe më me përkushtim misionin ton në shërbim të paqes, dialogut dhe të mirës së përbashkët. Ky vlerësim ndërkombëtar përbën një dëshmi të respektit që gëzon basia fetare islame e Republikës Maqedonisë së Veriut në promovimin e dialogut ndërfetar dhe të vlerave universale, si dhe një nxitje për të vazhduar misionin e saj në shërbim të paqes, mirëkuptimit dhe dinjitetit njerëzor.